Kalojmë te festimet e pavarësisë. Këshilli i qytetit të New Yorkut feston pavarësinë e Shqipërisë. Komuniteti shqiptaro-amerikan ftohet të bashkohet atyre në New York. Këshilli i qytetit të New Yorkut në bashkëpunim me anëtarët e shquar të tij do pres një ceremoni speciale për të shënuar festimin e pavarësisë së Shqipërisë të hënën me 24 nëntor. Ngjarja synon të nderojë trashëgiminë, kulturën dhe historinë e pasur të komunitetit shqiptar-amerikan në zemër të New Yorkut. Ceremonia e cila është një nga ngjarjet më të shumta që festojnë ditën e flamurit, që kujtojnë shpalljen e pavarësisë nga perandoria osmane e vitit 1912, do të mbahet në ambientet e Këshillit në City Hall. Ngjarja do drejtohet nga kryetari i Këshillit Adrienne Adams, antarja e Këshillit Kristi Marmorato së bashku me antarët e Këshillit David Carr, Oswald Fellis, Camilla Hanks, Robert Holden dhe Frank Morano. Organizatorët ftojnë të gjithë anëtarët e komunitetit shqiptar-amerikan të bashkohen kësaj feste dhe krenarisë kombëtare për shkak të interesit të madh. Pjesëtarët inkurajojnë të konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre sa më shpejt që të jetë e mundur deri dje, pra ishte data me 19 nëntor.